Përndryshe, pozicione ka shumë të bukur, është një kodrin të fshatit ose të zonës Trepç, edhe përballë ka minjerën e Trepçës, ndërsa pjesa vjetër që njihet edhe historikisht janë një territor i shkallëzuar, e që besoj nga ajo dhe vjen emri i Trepçës, nga se në gjuhën saksone ose gjermane të vjetër, fjala trepe nuk kupton shkallë. Edhe në bazë disa hartave të vjetra që kemi gjetë, zakonisht përmendet si trepje ose trepja më vonë është bëhet Trepça, po sidoqoftë është një dëshmi që lokacioni ka marrë emrin për shkak të atyre shkallëve që janë faktikisht të minjerës, të mënyrës që kanë punu, sepse edhe historikisht gërmimet ose eksploatimi i zejeve ka shku shkallë nga një pjesë më sipërme gradualisht duke bërë një shkallëzim sa më të thellë që kanë pas mundësi. Kështu që nga kjo besoj dhe emri Trepça rrjedh.